Për besimtarin është thjesht kjo, për shkak se ne e kemi po themi një filter në cilin i filtrojmë të gjitha punët dhe veprat tona. Ajo është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj çdo punë që e bëjmë, çdo veprim që e bëjmë, këtë rast edhe amanetet që mund të na i lejë dikush, ne ja nënshtrojmë procesit të filtrimit të Kuranit dhe Sunetit. Nëse ai amanet nuk bie në ndesh me Kuranin dhe me Sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe është i dobishëm, është i mirë dhe njeriu ka mundësi që ta realizoj, sigurisht është e mirë dhe është e lavdruar që të kryen ato amanete. Por nëse amanetet cilat na i ka lënë dikush janë në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, andaj ne kemi ndëgjuar gjatë jetës edhe me përvojë, ndëgjojmë shpesh herë, thotë më kalon për shembull baba amanet ose më kalon baba amanet që kur mos më i fol filanit. Jo, ky është amanet i gabueshëm. Ai ka mund të ketë problematikat e tij me të, por kjo është e pakërkuar, kjo nuk kërkohet nga ne që ta realizojmë amanetin e tij. Andaj ne ja nënshtrojmë çdo amanet Kur'anit dhe Sunetin. Nëse është në përputhje dhe kemi mundësi të realizojmë, nëse është në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, në njërin anë, dhe nëse është në pamundësi për ta realizuar ne, përveç se me kosto ose me pasojë të mëdha, përsëri ne lirohemi nga ky amanet. Andaj ne ndonjëherë dim të rrisim peshën e disa gjërave në kurriz të disa gjërave tjera. Ne kemi amanete që na ka lënë Zoti dhe i dërguari i Tij, të cilat do të na mjaftonin për jetën tonë. Janë të mirëseardha amanetet e prindve dhe të njerëzve të urtë të mëshëm. Mirë, por ne sot për shembull e shpërfillim një nga amanetet më të mëdha që na ka lënë njeriu më i dashur, njeriu më i afërt i Jonë, Muhamedi në momentin e vdekjes. Ai momentin e vdekjes na ka lënë dy amanete. As-sala wa ma malakat aymanukum. Ka namazin, po amanet pa Allah namazin. Edhe ato që ne keni përgjegjësi mirësjelljen dhe kujdesin që duhet ta kemi në familjet tona, ndaj bashkëshortëve, ndaj të afërmëve tonë. Kështu që amanetet cilat janë kundërshtim, sigurisht se lehtë është që të konsultohen me hoxhallar caktuar, të thënë ky amanet a duhet realizohet ajo, dhe nuk ka asnjë përgjegjësi nesër para Zotit.